Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit. Falënderimet, lavdrimet tona, gjithmonë qofshin për Zotin ton, për shëndetjet tona më të mira, me salate dhe selame. Ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm, dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit. Të nderuar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, edhe na shikoni nëpërmjet ekranit TV Besës, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duke lutur të madhin Zot për herë për pranim të ibadetit tona që e munduar të i bëjmë në përgjithësi gjatë këtyre ditëve të bekuar të këtij muaji të bereqetshëm të Ramazanit, e veçanti agjërimin ton, namazet tona, zakatin, sadakën dhe punët e tjera të haja që kemi bërë gjatë këtyre ditëve, inshallah Zoti na i ka pranuar dhe na i bë kabull. Të nderuar xhamat e vëllezër dhe motra, ashtu siç kemi bërë praktik, po mundohemi për çdo natë të trajtojmë tema për cilat me të vërtet shpesh herë po kemi nevojë. Prandaj sonte do të trajtojmë temën krizën e kuptimit të jetës në kohën moderne. Për këtë temë, për pyetjet e tjera të cilat do t'i parashtrojmë sonte, i kemi në këtë studio të improvisuar nga Selia Bashkësia Islame në prezant, imamin e xhamisë Isa Bek në Mitrovic, hoxhën nderuar Enis Efendi Rama. Hoxhë Efendi, mirë se keni ardhur. Mirë se vjen Efendi. Faleminderit shumë për ftesën e mundësinë. Faleminderit. Gjithashtu me neve sonte është edhe kryemami i Këshillit Bashkisë Islame në prezant, doktor Orhan Efendi Bisimaj. Orhan Efendi, mirë se keni ardhur. Hoxhenis, para se tim neve në temën tonë, keni bërë rrugje, keni ardhur prej Mitrovicës, Zoti ju shpërbleft për mundin që keni bërë gjatë kësaj dite të Ramazanit, agjerueshëm dhe me tërë ato aktivitete, por si të qoftë keni ndonë nga koha juaj që të vini nga Mitrovica, nga veri i Kosovës, në jugun e Kosovës. Zakonisht kur kemi misafir nga jashtë qytetit prezent, i pyesim për atmosferën Ramazanit si është qytetin e juaj. Mitrovica njihet në këto vite të fundit, në veçanti pas luftës, për fetarinë që ka. Madje ajo më e bukur është tash edhe zbukuruar me atë xhaminë e madhe që keni në qendër, ku edhe ju jeni imam. Na flitni pak për aktivitetet që i keni në përgjithësi gjatë këtij muaji të bereqetshëm të Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për mirësitë, dhuntit, begati që Allahu na i ka dhënë. Pastaj ju falenderoj juve për këtë mundësi që sonë timi së bashku. Ishte nduar që sonë të tim në iftarin organizuar nga Hoxha Osman Efendiu Hafazi, imami juaj, në një atmosferë me të vërtetë shumë impozante, me një prezencë të xhamatlive, po të xhallarëve, ku ishte edhe kryemami Zoti shpërbleft, edhe u nderova me të vërtetë me prezencë, po dhe mundësi të fjalimit. Andaj ju jam mirënjohës dhe falënderues që po kurorizohet kjo vizitë me këtë emision tash në TV Besa së bashku me juve në ambientet e Këshillit të Bashkisë në Prizren. Se përket atmosferës Ramazanit në Mitrovic, është një atmosferë kryesisht që shpërfaq ndjenjat fetare që i ka populli në atë vend, tregon një respekt për muajin e shenjtë Ramazanit në forma të ndryshme. Ai respekt manifestohet edhe në formë të agjerimit, mbushjes së xhamive, po edhe në mbylljet e shumë lokaleve ditën ku nuk shërbehet asgjë nga ushqimet dhe nga pija, e lokalet eventuale që kanë mbetë hapur, domthonë me dijen time që e kam, nuk shërben askush alkool. Don alkooli është kryesisht i ndërprerë në Mitrovic gjatë të Ramazanit, dhe gjithashtu ka shumë nga lokalet që janë mbyllur totalisht deri në iftar. Rrugët boshatisen kryesisht domthonë në iftar, sikurse tash është bërë dukuri në shumicën e qyteteve të Kosovës. Xhamit i kemi gati të mbushura. Xhamin ku unë shërbej si imam, është xhamia qendrore, është xhamia më e madhe dhe ka kapacitet gjatë të madh me pranu xhamatli, domthonë edhe në katin qendror, në katin e sipër për gra, i kemi edhe poshtë një kat, domthonë që shërben për xhamatlit, kryesisht është i mbushur. Ditë e para janë falë njerëz edhe jashtë në xhami në oborin e xhamisë, se nuk ka zënë komplet xhamia. Tash është pak normale, në 10 ditëshin, 15-shin, pak shkojnë njerëz duke u zbej, ndoshta edhe për shkak vizitave që kanë iftarëve dalin ka pak. Ka mundësi kjo, po tash rikthehet prapë ky potencial edhe besoj që do të vazhdojmë kështu deri në fund, alhamdulillah. Aktivitetet kanë nga më të ndryshmet, Këshilli i Bashkisë së Mitrovic organizon, sikur se keni të njohur edhe ju, mukabele këndohen xhamin time çdo ditë mas ikindis, ndërsa në namaz të drekës këndohen në 2 xhamia, ndrohen 15 në xhami, 15 në xhami, po ai eventi kryesor i mukabeleve është në xhamin qendrore. Gjithashtu ka derse mas ikindis ku frekuentojnë imam
të xhamive tjera, çdo imam vjen e ka organizuar në xhamin qendrore. Mund të jetë i fshat, mund të jetë i periferisë, ku do të vjen. Sa ka një mundësi që të kontaktojë me xhamatin e qendrës, edhe ka një ligjërat në Ikindi. Unë si imam i xhamisë, me që tash xhami dersi i Ikindis është i rezervuar për imam të tjerë që i presim si musafir, unë dersit i kam mas namazit sabahut, i kam 3 derse në javë, të martën, të ajtë dhe dillëv, e kam xhamatin tim aty, mirë bot, xhamia është ka gjë mbushur elhamdullah për ders, një këshillë për gjithë mas, domthonë sabahut, dhe kështu realisht shënohet aktiviteti i Ramazanit në fusha ndryshme në Mitrovic. Normal, duke mos përjashtuar dhe iftarët që janë tashmë zakonshme. Tash është një iftar organizuar edhe nga komuna bashkëpunim me Këshillin e Bashkisë Islame, është një iftar i mirë, bashkëpunim. Pastaj edhe tjerë iftarë që organizohen qoftë private, qoftë institucionale, por që janë domthonë të shumtë në qytetin e Mitrovicit, elhamdulillah. Tjerat janë zakonshme sikurse gjithkund tjetër, po elhamdulillah është një atmosferë shumë inkurajuese dhe frymëzuese, elhamdulillah. Alhamdulillah, pothuajse me gjithë kolegë që kemi biseduar edhe në shtete tjera, pothuajse atmosfera e njëjtë, pra ndihet Ramazani në këtë ditë të bereqeshme, dhar Zotit që ta fitojmë edhe shpërblimin e Zotit. Amin. Hoxhenis, tash sonte do të bashkë bisedojmë inshallah për krizën e kuptimit të jetës në kohën moderne. Dim shumë mirë se Kurani famlar për shemb na ka dhënë ato udhëzime se si duhet ta kuptojë njeriu jetën që jeton. Sado që të jetë ajo jeta e tij. Mirë po, për fat keq që në ditët tona, në këtë kohë moderne, konceptet e jetës ndryshojnë shumë nga ai definicion që e gjejmë neve në Kuranin famlar. Për fillim të japim një kuptim, çfarë kuptimi i jep feja islame jetës që besimtari duhet ta bëjë në kohën sa të jetoj. Islami ka shëruar gjitha konceptet e nevojshme që njeriu duhet dhe shërbehet me to, dhe në veçanti ato që janë nga më të rëndësishme që është jeta. Jeta është begatia më e madhe që e gëzojmë, nga se për shkak të jetës dhe ekzistimit ne kemi mundësi edhe të besojmë, të adhurojmë, të agjërojmë. Do sikurse mos ishte jeta dhe ekzistenca, do të ishim një hiç fare, nuk ekzistojmë. Dhe si të thojë kësaj nuk do të kishim mundësi as të agjërojmë, as të falemi, as të besojmë e kështu me radhë. Prandaj jeta konsiderohet realisht një bazë e rëndësishme gjitha begative tjera. Dhe përcaktues gjithashtu i shfrytëzimit të gjitha begative tjera. Qysh e konceptojmë jetën, çashtu i konceptojmë begatitë tjera. Qysh e shfrytëzojmë jetën, çashtu i shfrytëzojmë begatitë tjera. Andaj është tetë e rëndësishme që ta kuptojmë çka është jeta. Duke i shmangur shumë definimeve edhe të zgjatimeve që mund të përmenden në këtë kontekst, mund të them që jeta në Islam mund të përkufizohet në 2-3 pika kryesore. E para është, jeta është dhuratë nga Zoti. Njeriu nuk është pronar i jetës e tij, por është shfrytëzues i jetës. Zoti ja ka dhënë jetën dhe ai domethënë e shfrytëzon këtë jetë. Dhe këtu fillojmë mundor rrugët nga gjitha konceptet e tjera, që realisht e shëjtnojnë individin edhe e bëjnë pronar të jetës e tij, që ai mund të bëjë çfarë të don. Jo, në Islam jeta është mirësia e Allahut që na e shfrytëzojmë në përputhje me udhëzimet e Allahut xhalla xhelalu. Andaj në Islam për shembull nga mëkatet më të shëmtuara është vetvrasja. Për shkak se realisht është ndërhyrje në pronë tuaj, nuk është e jotja, është e Zotit te barekuhu teala. Pastaj gjithashtu nga ato që përbëjnë konceptin e jetës në Islam është edhe se jeta ka qëllim. Nuk është jetë, domethënë, vetëm shfrytëzim, nuk është jetë e pa qëllim, nuk është jetë pa orientim, por është jetë që ka qëllim dhe ka kuptim. Edhe këtë Allah ka shëruar shumë bukur në Kur'an, sikurse Allah thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjenët dhe njerëzit nuk i krijua për tjetër pas që të më adhurojnë. Dhe këtu Allah qartas e përmend qëllimin e jetës, që sot realisht shpjegimi i këtij qëllimi dhe arritja deri te ky qëllim është sfidues. Shumë studiues që flasin për jetën isha që janë të hutuar lidhje me këtë çështje. Madje as nuk kanë dëshirë më ngrit kjo pyetje pse jetojmë. E kanë pyetje kogja problematike. Të reshtë përpjekja për me dhënë përgjigjen këtë pyetje ka bërë krizat më mëdha në botën e sotshme, që mund t'i trajtojmë pastaj edhe gjatë trajtimit tonë. Andaj jeta domthonë është dhuratë edhe është pronë e Zotit, jeta ka qëllim, edhe jeta realisht është përgjegjësi. Do të japim llogari për jetën tonë. Ne kur vdesim, nuk është një fund,
nuk është një hudhje në varr, nuk është banesa e fundit, nuk është realisht përfundim i misionit, por është dalje nga një mënyrë e tjetuarit në një mënyrë tjetër të tjetuarit, nga disa kompetenca në mundësi tjera. Këtu kena po disa mundësi, atje kemi mundësi tjera, por që mundësi e të vepruarit dhe mundësi e të ndërtuarit tjesë në punë të mira është në këtë dunjë. Besimtari gjithmonë realisht tërhiqet nga përgjegjësia që ka para Allahut të mënduar. Kena më marrë pyetje, Allah ka më na pyet. Dhe kjo e organizon jetën, e orienton gjithmonë jetën, edhe ne përgjigje të vazhdueshme, jetën a duhet ta bëj kët apo nuk duhet ta bëj kët. Apo kur jemi në hamendsi, gjithmonë zgjidhja është kemi dhënë pa Allahut llogari. Çka Allahut kemi thonë? Kjo pastaj të jap shumë sharime, ka të jam bashkë çfarë të bësh. Prandaj jeta është edhe përgjegjësi, nuk është thjesht veç shfrytëzim, kaos edhe kënaqësi, por është përgjegjësi. Do të paguash faturën e punëve tua, qoftë në kuptim të shpëlimit, po qoftë edhe në kuptim të qortimit apo të dënimit, Allah na ruaj. Me vërtet, ajo që përmendet si definicion apo si parime që njeriu duhet të ketë në jetën e vet, pra qoftë qëllimi i tij që duhet ta ketë apo edhe përgjegjësia e tij, dhe atë që kuptuam, pra nuk është pronë e tij që njeriu të bëjë çka do me jetën e tij, mirë po është një emanet që ja ka dhënë Zoti dhe duhet ta ruajë edhe ta dorëzoj tek i madhi Zot, ndërsa vetë do ta vazhdoj më pas edhe atë pjesën tjetër të jetës që ka pas jetës kësaj dynjaje. Ora Efendi, tash nëse marrim e bëjmë një farë krahasimi ndërmjet për shembull jetës që ka jetuar pejgamberi selam ose kanë jetuar pejgamberët e mëdhenj me popujt e tyre që ka përshkruar Kurani famlar shumë mirë për jetën që kanë bërë ata. Dhe bëjmë një farë krahasimi me jetën tonë moderne. Sa mund të jenë për afërta këto njëra me tjetrën? Bismillahirrahmanirrahim, falenderit për pyetjen. Po falenderoj, po përshëndesim musafirin Hoxhën Enis që na ka prej Mitrovicës me trajtuar një temë që mendoj që është e rëndësishme sepse disa tema ndoshta i prekin disa kategori, po kjo na prek gjithëve. Se jeta, ashtu që u tha, është dhuratë e Zotit, edhe ka qenë e tillë prej njeriu të parë, Ademit alayhis salam, deri në këtë dakik kur po folim, e do të jetë e tillë edhe deri në kiamet. Por këtë varet se si njerëzit e kanë kuptimsu apo si e kanë rikuptimsu në epokat ndryshme. Tash nëse i krahasojmë rrethonat e njerit parë Hazreti Ademit me rrethonat e pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam apo me rrethonat e tanishme, kanë evolu, kanë ndryshu, janë ndërtuar koncepte ideologjike të ndryshme, por megjithatë disa postulate bazike kanë mbetë të njëjta. Edhe atëherë është folë për jetën, edhe atëherë është folë për xhenetin, për xhehenemin, edhe atëherë janë folë për shejtanët, për melekët, edhe në atë kohë është folë për besimin në të vetmin Zot, edhe atëherë është folë kundër koncepteve devijante, siç folet edhe sot. Edhe gjithmonë janë disa linja që njeriun e shoqërojnë edhe nuk mund të veçohen apo të ndahen prej njeriut. Kohën e pejgamberit alayhis salam na dim se si ka qenë edhe ardha e Kur'anit mbi gjitha, edhe dërgimi i pejgamberit alayhis salam përbën një ndarje të epokave. Na sot e kemi epoka para erës re dhe epoka erës sore, ashtu që kemi mësuar në libra shkollor me lexu. Meqense këto do duhet ndoshta një korrigjim e bën me ndarjen e Kur'anit. Epoka e xahilietit para kuranore dhe epoka pas kuranore. Ose për shembull shkenca moderne që na i mësu me lexu në për libra, periudhën e mesjetës që fillon diku në shekullin e 5 e mbaron me revolucionin borgjez francez në vitin 1780 sa 89, e qunë si nata ma gjatë e dimrit. Në fakt në qatë periudhë ka lërzuar edhe shkenca, edhe kultura,
edhe tash po marrim këtë anën tjetër, në qatë periudhë kur janë rreziku dijet që dikuri filozofia krenohet me filozofinë helene, pra shkenca krenohet, në qatë periudhë janë rreziku deri në atë periudhë, në qatë periudhë janë mirëmbajt, ta quajmë kështu. Po pse i thuhet si nata ma gjatë e dimrit apo e errësirës, për fakti që në qatë periudhë ka pas një ndikim më të madh. E këtu ngjizet një koncept që e dallon ndoshta jetën e periudhës së pejgamberit alayhis salam, e që është një rrugtim i pakputur deri tek ne si musliman si ummet, po dhe atë rrugtimin tjetër laik. Rrugtimi laik është ana më e errët e jetës. E rrugtimi besimor, rrugtimi i Kuranit, rrugtimi i pejgamberit alayhis salam, është ajo ana e përndritur e jetës së njeriut. Dhe në kohën tonë tash mund të themi që sado që të gjithë flasin për rëndësinë e jetës, për rëndësinë e individit, për ndërtimin e individit edhe në sfidat e periudhës moderne, megjithatë nuk po mund të ndalen për rrethit vicioz të laicizmit, të sekularizmit. Edhe unë mendoj që sot për me degradu individin dhe atë rikuptimsimin e jetës në periudhën moderne është pikërisht sistemi laik, sistemi sekularist, i cili elementin e fesë e ka abstrahu, e ka qitë për rrugës në kuptimin e mirëfillt si sistem. Edhe kalon në mënyrë vetanake më organizu. Për shembull, që të merret na kemi jetën fetare në Kosovë, edhe sistemi sekularist nuk parashef ndonjë normë, ndonjë mbështetje, ndonjë ta themi ndonjë platformë për me përkrah zhvillimin e jetës fetare. Pse? E lën, nëse mundesh me ekzistu mirë, nëse s'mundesh shuju. Është një koncept, edhe për kënd po bën fjalë, për diçka që njerëzit më së shumti e kanë të shprehur në jetën e tyre, për fenë, për besimin, për vlerat fetare. Ajo që më së shumti e bën këtë dallim në kohën tonë, në kohët pejgamberit alayhis salam filloi një revolucion në kuptim në drejtim të jetës, domethënë ardha e pejgamberit alayhis salam, normat e Kuranit e vendosën një dimension të ri tek njerëzit dhe na mund të themi çlirim, se çështja e fesë, çështja e imanit është çlirim për njerin. Dhe luftat e pejgamberit alayhis salam që janë bërë në terren kanë qenë futuhat, janë quajtur futuhat në kuptimin që kanë arrit me ja ofru produktin e imanit njerëzve, e pastaj ky iman i ka shliruar njerëzit nga brenda. Edhe sot pikërisht këtë produkt që dikuri njeriu e fitoi lirinë në kohën e pejgamberit alayhis salam, sot këtë produkt sekularizmi, laicizmi e ka nëpërkomb edhe ka burgos njeriu modern. Njeriu modern mendon që është i lirë, por në fakt duke qenë i pa fe, ai është i burgosur. Prandaj edhe sot kur agjeron një pjesë, po themi edhe të shoqëria jonë, janë muslimanë, elhamdulillah, por nuk kanë dyzen fetar. Edhe ata dinë që s'kan dyzen fetar. E keni vrejt në agjerim e kanë një veçori apo e kanë një dhunti me agjeru. Aty e gjën një çlirim të shpirtit tyre. E gjën një çlirim të shpirtit tyre kur agjerojnë. Nuk shkon as me fal namaz, as nuk mban ndonjë ritual tjetër fetar, ndonjë ibadet kurrë. Por përmes agjerimit e gjën një ngushëllim, një dimension të ri të jetës vet. Edhe që ky dimension i jetës apo që ky dimension i agjerimit e mban gjallë me një ëmbëlsi në jetë për një vjetë. Në fakt është veç mirë, e llogarit ata të cilët janë të përkushtuar ndaj Allahut me ibadete, me vepra, ata çfarë ëmbëlsi kanë. Prandaj si përfundim Faruk Efendi mendoj që në jetën në kohën e pejgamberit alayhis salam imani ka çliruar njerëzit, ndërsa në kohën tonë largimi, unë po i them abstrahim, se sekularizmi nuk e mohon në mënyrë
absolute kështu, por me një strategji e ka nxjerr fen nga jeta e qytetarit dhe me këta i ka robru njerëzit. Ani se ta njerëzit jemi të lirë apo sistem liberal demokratik. Po të shim, e që përmend Turhan Efendi në bon me dije që ky pejgamber ndoshta edhe si që thuhet që nuk ka ditë shkrim lexim, mirë po me mësime që ka ardhur ai, u ka mësuar njerëzve jetën, u ka mësuar njerëzve gjanat elementare të cilat ndoshta deri para se të vinte nuk i kanë ditë, apo aty kanë kushtuar shpesh edhe si shoqëri ndoshta. Hoxhenis, tash të kthehem për shembull nga ajo kohë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ato këshillat e tij që i ka dhënë në atë kohë në ditët e sotshme. Cilat janë ato koncepte bashkohore për jetën e në ditët e sotshme, duke krahasuar me ato që kanë kaluar për shembull para 14 shekujve në kohën e pejgamberit. Dhe a mund të themi që dikur sot arsyetot, po ai i beleje u kam periudhë gata atëherë para 14 shekujve, sot ka ndryshuar, na duhet bëjmë jetë tjetër, jo siç ka bëu pejgamberi, fjalë të cilat shpesh herë pra i gjem mjesin shumë njerëzve popullatës sonë. Njerëzit gjatë tërë historisë edhe sot nuk jemi na shkëputin nga historia, përkundër zhvillimeve që jemi dëshmitar tyne. Në raport me jetën jam munduar me dhënë përgjigjen pyetje të caktuara. Nëse vetvetiu këto pyetje jeta i ka imponu, natyrshmëria e njeriut i ka kërku. Njeriu ka një natyrshmëri të integruar brenda vetes së tij, pa pyetjen e tij, Zoti xhallahu ala ka bërë që ajo natyrshmëri e tërrat e bren kërkon që t'japën përgjigjen pyetje të caktuara. Edhe njeriu në përpjekje për me dhënë përgjigje jashtë shpalljes, zakonisht ka kaluar nëpër faza të ndryshme të një eksperimentimi të mjerueshëm që e ka komplikuar situatën më shumë se që ka bërë zgjidhje. Për shembull, një nga pyetjet e mëdha është pse ekzistojmë? Pse unë jam këtu realisht, kush më solli më këtu? Është pyetje e madhe. Dhe ne muslimanët kemi shumë lehtë këtë pyetje me u dhënë përgjigje. E kemi shumë të lehtë, por nuk është e lehtë në taborët e tjera. Është e komplikuar, është e vështirë. Për shumë arsye, një nga arsyet është për shkak se nëse një sistem i tërë ndërtohet, për shembull, mbi mohimin e Zotit, atëherë ky sistem duhet të kujdeset që asnjë njësi e brendshme mos më rikutu njëri Zotin, po më shkutu ke harru Zotin. Dhe sot ne kemi për shembull gjithçka që na kemi rreth vete, madje në shkollën tonë për shembull ku mësojmë, rresht asnjë element i asnjë shkence që mësohet nuk çon te Zoti, po të largon pe Zotit. Hoxha e përmendën më herët domthon çështën e pejgamberëve. Historia është realisht historia e pejgamberëve në esencë. Pastaj historia e mbretërve, feudalëve, fukarave kështu me radhë. Po esencën e historisë e njerëzimit kush e përbën? Pejgamberët. Dhe Kurani flet për historinë e njerëzimit e ndërrimit me pejgamber. Ishte ky pejgamber ku e Hudit, ku e Salihut, ku e Nuhit, Lutit e kështu me radhë. Dhe të ndërtosh një histori të njerëzimit duke eliminuar komplet, domethënë themeluese kësaj historie. Ata që rrethsoj si historia është realisht një boshllëk që vetë ki me vujt pastaj në fund me mjerim dhe vuajtje dhe depresion e kështu me radhë. Andaj përpjeka e njerëzve për me dhënë përgjigje e cila e ruan këtë sistem që të largon prej Zotit, nuk të vënë te Zoti, ka sjellë njeriu në krizë. Gjithmonë, edhe në kohën e sashme. Pse ekzistoj? Pastaj çështja e dytë, për shembull, ka të bëjë me vetë jetën. Pse ja vlen me jetu? Për shembull, cili është kuptimi i jetës? Cila është realisht kënaqësia e kësaj jete që për të ja vlen me jetu? Ke pa njerë për ku nuk e gjen kët, bën me vrasje për çështje më banale të mundshme. Mund jo pse ai mund të jetë ndoshta në aq depresion, po nuk gjen arsyeshmëri për të vazhduar tutje. Për shkak këtë jetë aty është e konceptuar në raport me një individ që ai e don. Nëse ai individ del nga jeta, ky nuk sheh kuptim për jetën. Për shkak se jetën e tij e ka lidhur komplet me të. Do jeta ja vlen për shkak të një femre. Jetën ja vlen për shkak të një mashkulli. Jeta ja vlen për shkak ai vlerën e jetës tij komplet e ka ngrit mbi bazën e një çështje të caktuar. Prandaj edhe kurse ka atë çka bën ai? S'ka kuptim jeta. Absolutisht nuk din të pse aftë. Ta për shembull sikurse edhe vendet e tjera. Ti për shembull nëse tash po themi kushtimisht i shku me një vend me najt
në shku një iftar, apo, edhe me nejt në atë vend, ka kuptim, për hajtë sa zgat iftari. Tash me shku në restoran, ku e shumë, së shkurkosh, s'besaj, se kuptimi i qëndimit ka hup, s'ja vlen me hup ku me nejt ma aty, ta shkëna pun tjera, po ja ka vlen me nejt për një kohë caktuar. Pse? Se vlefshmërin e kohës së kaluar e ka dhënë kush? Iftari që ju ka përgjigj. Edhe njëtën e përditshme. Çka jep vlerë jetës? Tani ka dalë shumë apo. Për shembull, kanë thonë që jetës nga konceptet dominante sot në botën perëndimore janë për shembull se jetës i jep vlerë forca. Sa më fort je ja vlen, i dopt si ja vlen më rnup. Dhe kjo është realisht edhe ajo trajtimi i Darwinit për domethënë çështje selektive dhe të mbijetesës, duhet me mbjetu i forti. Ai kështu e percepton edhe zhvillimin e njeriut, apo? Po. Që kjo është? Domethënë është ligji i malit, i gjungës, apo i forti dominon. Edhe ja vlen me jetu për të dominu. Ja vlen me jetu për të demonstruar forcë. Prandaj shohim që sot ka garim të forcave. Pa kuptim, apo realisht e sheh që rreziku që na kanoset nuk është domthon i barazvlefshëm me forcën që e përgatitur kundër një rreziku të caktuar, apo s'ka që. Shikoj për armatimi i madh që është ato. Nëse hudhet komplet, çka ndodh? Edhe vetë ai që ka hudh rrezikohet, se bota është e vogël për gjithë këtë armatim. Dhe nuk është çështja e armatimit, e fuqisë, ekonomisë, vetëm kuptim të mbrojtjes ose shfrytëzimit, por është më tepër me nuancat e dominimit. Nga se kuptimi i jetës të njerëz caktuar është dominimi. Të disa për shembull është çështja e epshit. Jeta ka kuptim se çdo ka epsh. Apo edhe lidhen ato, sikurse keni ato një orë apo që edhe ka përmes se njeriu e lëviz epshi. E lëviz epshi, apo domthon ngopja e instiktit e psharak seksual, apo aja e bën me lëviz. Nëse njeriu nuk ka prirje të tilla, realisht jeta e tij s'ka vlerë. Po, s'ka pse me to, padyshim. Andaj shohim sot për shembull, ke pa në kulturën perëndimore për shembull, shpeshherë statuat si gjën, shpesh i kila kurrëç, apo kjo është kultura e lakurisë, ku nuk ka çështje e rastishme që na themi është për shembull mod, nuk ka mod kjo. Po është koncept i jetës, ku është kulturë, kultura e lakurisë, nuk na kur themi është kultura e lakurisë, nuk e themi nga konteksti për shembull as ndonjë degradimi, as na flasim për një shpjegim të realiteti që ashtu është. Nëse ke shku në përqytetet e Evropës kryesore, statuat kryesore po, do i ki lakurisht aftën. Pra të na shkon botën islame nuk gjen kurkun gru zhveshur nëpër sheqet kryesore. Apo këto janë dy kultura që njëra apo e ka konceptin kështu, tjetra ka konceptin kështu. Prandaj për shembull jap kuptim jetës realisht që kjo mënyrë. E ke pa edhe domthonë edhe nga koha antike e grekëve, për shembull e sheh që domthonë kanë pas zhveshjen, e kanë pas frenimin e psharakë kështu me radhë mos tim në këto detale. Prandaj këta e konceptojnë jetën, domthonë me bazën e një lloj përmbushje e psharakë, një lloj garimi për dominim, apo dhe një përfundim i cili nuk i dihet kur është, por realisht shfrytëzoje jetën maksimalisht para përfundimit, se po e përfundimi nuk ka mu asgjë për të kësaj. Dhe në këtë kontekst, për shembull, sot e shohim edhe një çështje me rëndësi që ka dalë me të madhe në botën perëndimore, e është përpjekja për përjetësi. Tash për shembull ka përpjekje të caktuara me garantu përjetësi. Nga se subhanallahu, kjo është e rëndësishme. Iblisi kur joshi Ademin alayhis salam për më ngra përma, me qka joshi? Me dy sene, me pushtet edhe përjetësi. Që kjo është njëre dënë. Pushtetin tash e kanë marrë, tash duhet qka me bo, edhe që një bo mësë me dek tash. Apo nëse pushtet kemë sa të dush, e kena marrë tokën, e kena bo, zaptu, është e jona, na jemi, Zoti ka vdek, si kurse ka një që ja, tash jemi ne këtu, apo, po tash jemi ne, po jemi përkashëm. Që të bëjmë tash me metë për gjithmonë. Edhe e shem tash garimet për përjetësi, vazhdueshme qoftë përmes qipave, përmes saj, nëse keni pas rastin pak, unë kam përcjellë disa dokumentar të biologëve të njohur, bashkëkohor, edhe shkencëtar, që ata e shpjegojnë jetën si materializëm, nga perspektiva e materializmit. Andaj vdekja është materializëm. Nëse jeta është materializëm, edhe vdekja duhet të jetë ashtu. Çfarë nuk kupton kjo? Nëse jeta është funksionim qelizash,
s'ka shpirt, që ata s'besojnë shpirt. Jeta është funksion qelizash, apo. Një qeliz 2, 3, 5 në çikaç. Mirë, pse vdesin? Për shkak se dështojnë qelizat e caktuara. Okej, hajde çdo qeliza na po i riprodhojmë, edhe për rrim gati, edhe kjo i bën që çdo qelizë e shpëtuar që të vdes para kohës është një jetë e shtuar, apo. Don koncepti i materializimit të vdekjes, një sigurisht është materializuar dhe jeta. Kjo të materializohet tek kështu me që kena arrit me e materializuar jetën deri në këtë nivel, atëherë mund ta bëjmë edhe me vdekjen kështu, e ta shtym jetën deri në përjetësi. Prandaj edhe koncepti i ngrirjes së trupave sot, që i ngritin paguajnë para për këtë, apo balsamimi është pikërisht nga kjo perspektivë. Një nga fizikantë e njohur, kam dëgjuar vetë në botën perëndimore, domthonë e ka balsamu babën e tij. Nga se vdekja babës së tij ka qenë për të shok i madh. E ka përjetuar shumë rënd. E thotë jam i bindur se kena me gjet, domethënë zgjidhjen për përjetësi. Deri atëherë babën e mojt të ngrin, që kur vjen koha, ja do milaçin kthehet baba prapë në jetë. Do e ka një koncept të përjetësisë, po e ka të gabuar. Prandaj ata ndër të jetën me bazën e kësaj kënaqësie, domethënë dominimi, shkelje, shfrytëzimi, sfida kryesore për ta është vdekja. Me vdekje i ka sfiduar Allah, po normal, kjo që ka thënë pejgamberi sa, vdekja është gjynëzuesa. E tash betejë është me vdekjen. Betejë është me vdekjen që më garantu përjetësia. Dhe këtu janë koncepte kryesore që sot qarkullojnë, të cilat realisht njerëzit e kanë kthy në një situatë shumë të vështirë, i rrethuar me kriza të caktuara, ku ndërto është për shembull çështja egoiste ndaj jetës. Unë individuale. Veç unë ti i shenjë, ti i rëndësishëm, bëj çka dush, jeta është e jotja, kuptetin çysh dush ti. Apo. Do sot kemi një shenjtnim të individit në dëm të familjes. Apo vjen domon individi shenjtohet me të madhe, ti ki drejt, ti din, ti kështu me radhë. Mirë, çto drejta që po japim me individit, me kaq, domethënë, kënaqëri dhe me kaq potencial, kujt pja marrim na këto drejta? Pja marrim familjes. Momentin kur ti për shembull e inkurajon fëmijën që të jetë i pavarur deri në këtë nivel që sot promovohet, apo këtë liri që po jap ti domthon fëmijët, kujt pja merr? Pja merr babës, për mos mengu nonën. Prandaj sistemi i sot shumë fatkeqësisht e shëtnon individin për me ndan nga tufa, e dim kur ndan nga tufa çka ndodh, për ta rënë tufën e pastaj për ta menaxhuar më lehtë delën e ndamin nga tufa. Kjo përpjekje ka sjellë shumë kriza tek njerëzit, nga se njeriu është i krijuar me jetu në shoqëni. Është qenie social, nuk mund të jetë i ndarë. Prandaj edhe një nga përvojat që sot janë bërë dokumentar, bëlesh në dokumentar tash vonë që është bërë njohur, përvoja e Suedis në individualizimin e njerit apo. Din që përvoja e Suedis është për më të njohur në botë, do që ka investuar më të madhe në individin. Vetë me jetu banesën e vetë gjithçka vetë. Edhe në fund ka ndarë kur dim se kjo përvojë është e dështuar, për shkak se ka prodhu me qindra apo me mira njerëz të vdekur brenda banesave të tyre, kur kush ka ditë që kanë vdek, një jetë izoluar totalisht, një shkputje sociale dhe në fundit domon një mjerim që ka sill depresion edhe stres vazhdueshëm. Prandaj këto koncepte realisht kanë sill kriza tek njëri që po tentohet të mbulohen pastaj edhe me disa aktivitete anësore. Për shembull, nëse më lani me që shkurtë një minutë, nuk du me zgjatë, pse sot për shembull disa aktivitete sportive janë aq aktuale. Pra futbolli qyret shumë atë. Paguhet shumë për futboll atë. Për shkak se atë boshllëk që ka njëri, apo realisht duhet me mbush me diçka që jap kuptim jetës mas punës, mas angazhimit, mushet me sport, mushet për shembull me forma ndryshme të arktimit. Edhe këtu oferta ka filluar të shpenzohen. Pa mjaftueshme ato. Deri në nivel sa që tash njëri për shembull në kërkim të përmbushjes çka po ndodh, po shohim tash ti, domthon, edhe kjo ka shifra marramendse, shqetësuese, apo domethënë ku njerëzit tashmë po e lakmojnë jetën e kafshëve. Kom lexuar para do kohë, në Rum Orhan Efendi, kom lexuar para do kohë, domthon nga biznesi që po lulëzojnë më të madhe, është biznesi i kostumeve të kafshëve.
Se njerëz me të madhe po i blin këto kostume për me i vesh ditë vikendi, apo që me dal nga njerëzimi që ju ka bo, si thot po të loso me ko njeri, apo se s'un për bon vetën, hajtë tash unë bona për shembull po diçka tjetër. Pra kjo më kuptu se ka krizë. Momentin kur ti për shembull ti e lakmon pa shpreh derrin, e lakmon për shembull ti lopën, e lakmon ti kalin, kjo më kuptu që domthon ti në krizë të vetvetes, të identitetit tënd kush je ti realisht që s'ke gjetë përgjigjen e duhur në pyetje që të brejnë nga ndërshmëria, dhe tash po e kërkon dikun kur realisht kur menja njërit si ka shkuar se çati kanë më lyp përgjigjen për këto pyetje Zoti na rujtë. Këto kriza, Hoxhenis, cilat i përmendet shumë mirë, edhe që për fat keq ka nisë edhe tek neve në shoqërinë tonë, për shembull në Kosovë, këtu në Ballkan, përgjithësimi si një shoqëri muslimane pak më fetar se sa pjesë e tjera të Evropës. Na kanë prek bukur shumë. Në veçanti ajo që përmendet vetvrasja, dukuriqe që nuk ka qenë më parë. Mund të themi para luftës ose rrallë, ndonjë rast kemi dëgjuar. Mirë, po ditët e sotshme ndëgjojmë ndoshta me 20-30 raste gjatë vitit ka vetvrasje që bëjnë. Ajo dukurie më shqetësuese, për shembull që nuk miqet nga mendja, është para 2-3 viteve një djalë i moshës 12-13 vjeçar, diku ka Ferizaja për Lipjanin kishte bë vetvrasje. Vetvrasje për çka? 12-13 vjeç, çfarë derti ka, çfarë halli ka ky fëmijë për shembull që nuk e di ndoshta la kuptimin e jetës, ai po çon po bën vetvrasje. A është këto krize që e përmendet, përgjithësi e cilat edhe te na kanë ardhur, a është mungesë e vetëdijsimit popullatës për shembull se nuk e din çfarë zgjidhje jep feja islame, prandaj detyrohen të bëjnë vetvrasje ose detyrohen të vishën, dalin prej jetës tyne normale që e ka dhënë Zoti, e ka nderuar me një zëllëk, ai çohet edhe vishet, bëhet pra si shtaza, apo edhe ato të tjera që e përmendet pra për këto kriza që po shihen shfaq sot më të madhe në Evropë edhe në vendin tonë. Mendoj që njerin duhet me trajtu si njeri, edhe fëmijën si fëmijë. Nga format më të durat të trajtimit është të jemi të sinqert, të jemi të drejtë. Edhe jemi të sinqert me fëmijët tonë, jemi korrekt me fëmijët tonë, kur ua prezentojmë jetën ç'është është, që t'jenë të përgatitur për jetën. Sot prind nuk i përgatitin fëmijët për jetën që duhet. Qoftë për shkak të kujdesit të madh. Për shembull sot e ke pa çush bëhet rrëmujt të shkollat me kerre, me gjithçka se fëmijët. Por pa na kanë shoku kalu rrugën, kujdes, qyr onash ec, apo të kanë trenuar vetëm u gjin në jetë përpara, apo. Dikur po se kena pas mundësit, nuk ka veç punë mundësie. Është pjekuria e edukimit. Për shembull, shpesh herë të ka dhimbë diçka, apo çfarë ka thonë ona? Ka lënë shaqe, më rishtat të ka rëdyshe. Sot më të ka vetë ju të ka thonë sa që nuk bën me dhimbë, nuk di pse po dëm ty. Andaj ti e kupton në jetën, një jetë llastuese. S'bën me hjek, s'bën me dhimbë, s'bën me të mërzit. Plot me stres. Po plot llastim që prodhon stres. Plot llastim, plot përgdhelje. Se kupton tjetër mo që dikush nesër për shembull thot diçka apo. Ne për shembull është një psikolog e njohur amerikan nga më të njohurat, e ka një studim që ka bërë për këtë çështje, mbaroj çu ka emrin, po është e njohur. Shkaku i këtij studimi është vajza e saj. Ajo thotë domthon ka bu pas studim në dallim gjeneratave magnetës apo. Edhe thotë çka më ka shtypur këtë studim? Thotë vajza ime në erdhi për shkollës apo. Edhe tha, më tha sot jam shumë shqetësuar, çka më ka ndodhur është të merr çante me vaj apo tha gjithçka më shkën në mend, e ka rrit dikush, ka të më dhonu dikush. Po do të shkoj më reagimi i saj realisht nuk t'japke për shtypjet e pas çështu apo. Edhe i tha po qetëso ka dia jeta për mua mos ka kuptim në tonë, dalë apo vaj tek mosha 12 vjeçare. I tha çfarë ka ndodhur mas Jezu? Tha shoqja ime ka mendos me shku në kina me pa filmin, s'm kanë thënë mua. I thash, a çka që është jeta? Fundi i botës. A çka që fundi i botës sa për çita? S'ka wireless, s'mrrihet më këto, ha? A çka që jeta? Edhe ka marrë ka buzdim. Nga studimet që ka ardhur konkludim thot, mosha e pjekurisë e aftësisë për jetë ka qenë 15 vjet. Sipas tyre, do mund t'ia pajtosh apo jo, po për rast për studim. Thot ka qenë 18.
Sot dëmon aftësia që e arrin në bazë të rrethonave të edukimit bashkëkohor, njëri në aftësia ti për më u gjindë vetë njët, thot fillon nga mosha 25 vjeçare. Shiko çfarëdallimi. Pikë 15-25. Domthon ato që ti e ke bëu 15 vjet, sot 25 vjeçar ani ajo ja bën ose ne bën atë. Pse? Për shkak se realisht jetën e kena prezantuar si xhenet. S'bën me hek, s'bën me dhimbje. Çka të ka thërëm ti? Le pak me hek. Apo prandaj njerëzit nuk po e konceptojnë që dunjaji apo këtu ka edhe keq, këtu ka edhe mirë, këtu ka edhe rana, këtu ka martrime, po më rëndësi është ti ku kemi pësu, rreshtimi është i rëndësishëm. Vlera që ti jeton me to është më rëndësi, ama ti nuk mosh me gjibot keqen. Ose me jetu ti me një ishun i ndamë, mas gëzën krush mu të afru ty. A në menen që kjo ka bo që pastaj njerëzit për qështë më të vogël, për shamë thot, s'ja blenë më apëtë. Edhe fatkeqësisht ka herë kam përshtypjen që duke e luftu vetvrasjen, po inkurajojmë në vetvrasje. Duke luftu vetvrasjen, po inkurajojmë në vetvrasje. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e asaj që asnjëherë, për shembull, asnjëherë nuk mirën parasysh shkaqet që kanë shpi deri në vetvrasje. Që ti trajtojmë si shoqni, si preventiva. Po, pse ka të kjo vetvrasje? Çka e ka bëu që të mi, për shembull, që ai më kuptu se jeta është çto? Çka ka bëu? Na për shembull kemi pas tash nga studimet është në Kosovë po. Nga studimet është se muzika që rinia e dëgjon është në mas të madhe përgjegjëse për krimin e për shkolla. Për shkak se shumica e këngëve që këndohen sot nga grupet e caktuara muzikore promovojnë rrahjen, promovojnë drogën, promovojnë banditizmin, sa ma bandit je, ma enje, ma kështu tje, apo brutalitetin e promovojnë, nëse ndëgjën në stop kështu, apo që ka më bojë, normal është kjo punë, edhe kush me tas mirët, apo, nërsa, kur ndodh këni problem, mere adresë e kështë në hoxalarët, këta promovojnë, kjo ligjërim, kjo fjallë, kjo kështu, shumë bukur e dishëm rrugën me gjithë diri te, da jemi kundër çdo ligjërimi që promovojnë dhunë, edhe ekstremizëm, radikalizëm, pa dyshim, edhe është e njohur që Bashkia Islame me hoxhallarët e saj e kanë luftuar më së miri, edhe më së shumti, edhe më sinqerti, edhe dhunën, edhe ekstremizmin dhe gjithçka. Se ne kena luftuar nga aspekti i parimitetit, ne kena besuar se nuk bën kështu. Prandaj kena më vazhduar me luftuar. Për këtë arsye duhet domosdoshmë me godit tek shkaqet. Momenti kur prindi edukon me llastim, normalisht në fund ai s'ka më ditë më gjithë jetë. Kur i pluhuron se tesha, apo ose kur të dikush frizura jote s'është e mirë, për shembull. Ose për shembull nuk ka më ditë më gjithë jetë, nëse për shembull qëllimi i tij kryesor është droga ose një vajzë që ai duhet me pas në prahën e tij e kështu me radhë. Çi kjo është jeta që kaq? Prandaj sot për shembull shohim që rinia jon nuk ka ndonjë kauzë të madhe që për të domthon përcaktohen edhe angazhohen. Por na para luftës, s'po më që na konkurrojnë çka, po them se shoqni e kena pas një kauzë. Me largu piktuit okupatorin, duhet me bëu kështu. Është e ka pas një farë kauzë që je mundu ka pak apo. Jemi angazhuar në forma të ndryshme. Po s'ki kauzë, çfarë kauzë ka sot? Prandaj që po as nuk e vlerësojnë lirinë, as shtetin, as tarmën. Po nisem më dogël srihet apo. Belen herë isha me do të djem 3 ndërum e fendeler edhe është 20-30 vjet. Do në mosha 18-20, nëse shumë rini të najtë. Edhe njëni thash, hajtash, qysh jo e prezentoni që të, thash, qka ju bën përshtypje juve, qfa ma beti ju bën përshtypje juve, për shembull. Qa duke të ashtu interesant? Allah i tha, në Kosovë së me dhe qka interesant, sërija ta këto. Shpo mirë me bura, për në thash ty, atin, që thash, unë i kam, tash mi bëj 50 vjetë, apëtën. Kom përjetu para luftës, mas luftës, këna kaluar për sfidat të llojshme, apo qoftë në luftë, qoftë mas luftës. Thash, hajt une, s'po thom une si person, po na gjeneratë jonë, një me thonë që këna prit ma shumë, të ke hundit s'lak këj vend, dhe ndrejshit kënë e des, po shkaj dikon për nej pak një, po thom kushtimisht, e ka një arsyeshmëri. Thash, ty që të ka bu këj vend, Allah. Ti pe që i ke qilë sytë, në dunja, veç mirë i,
Ti s'ke po policit bërtet, as ke po për shumë kufizim, as ke po, domethënë po ti kur s'ke po për kësaj, kur s'ke po? Ti veç ke po mirë këtë vend. Çfarë ka po ty që ky vend që ka që gërditë vëllafën? Është interesant, pse? Për shkak se pritshmëritë e tyre janë pritshmëri individuale, pritshmëri të shërbimit, po jo të kontributit. Ç'ka dallimi? Këtë presim dikush më na shërby. Po jemi don kontribut për çka duhet atë. Prandaj këto janë që mund me lista e gjatë, pastaj ato që në fund njëri nuk ka shërshmëri, srrihet, ik. Shetohet, vetvritet, apo ose për shembull edhe e gjë mënyrën e më të mirë për më përmbush në rrahje në konflikte që nuk kanë trollosur në Kosovë zot në rujt. Po. Ndoshta pritshmëri, po na problemin e kemi te linjat. Se një kategori e trive që thënë kësisoje, për shembull, krejt ata, se na kemi taku dhe tri, ose njerëz prej mesitorën që thënë, në perëndim sporrike se s'kishe as ku mu falë, xhamit larg kishe, nuk kish jetë fetare, nuk ka mujt me gjetë veten. Edhe kemi të atit që janë këthy. Ky si rezultat në finale i bën kështu mundi njerëzit varësisht në çfarë linjash kanë hinje në fillim atje, ku kanë qenë fëmijë. Na për shembull, tash nëse një fëmijë e udhëzojmë prej veçlisë, ka rruga xhamis, mu eduku me tërbije fetare, me atë kulturën konservatore, me normat zakonore, traditat familjare, e kështu me radhë, ky vazhdon kështu, por po ashtu duke u mundësu këtij fëmijë që mu shkollu kë. Mu shkollu edhe me ndjek mësimet e mu arsimu në universitet më të mira të mundshme. Dhe fëmija tjetër, larg xhamis, larg atyne të zakoneve e traditave familjare, sepse këta të cilët kanë një prirje mos mi eduku fëmijët me fe. Këta kanë një nihilizëm, i thënë tash në terminologjinë filozofike, quhet nihilizmi ku çdo gjë e relativizojnë. I thotë fëmijës vet, jo, po s'ka gjë në xhami, mos shkon në xhami. Shket që shkash. Zoti, ja, s'ka nihilizmi e relativizon apo mohon çdo gjë që na jemi mësuar me pas si vlerë, si standard shoqëror e kështu me radhë. Tash këto dy fëmijë që rriten në këto dy linja, njëri ka me përfundu, ai i cili është që ndjek rrugën e xhamis, rrugën e mësimeve fetare, ka me ndjek një jetë të balancuar. Edhe din rëndësinë e jetës, edhe din rëndësinë e vdekjes, edhe din rëndësinë mu dëshmu, edhe din misionin e qëllimit e tij në këtë dunjë. Ky tjetri këne, që është rritë në këtë formë, ky është një labirinth. Dhe kur rritet, mendon se këtë dunjaja do të mos sjellë rreth tij. E ati nuk i bën përshtypje më. Atë edhe me fut në kushtet më të mira. Se ai anëpse thot, ja s'ka gjë në Kosovë, se ku shkon të njëjtën gjë ka më thonë edhe në perëndim. Se ai është, prandaj edhe sot kemi shumë teori që po thonë se njeriu është në kërkim të vetvetes. Apo disa antropologë to quajnë tërësimi i individit. Do të thonë, njeriu në vend se menet në shtratin e vet, është tjetërsu. Është tjetërsu se e ka humbë në vend se të udhtoj e të rrugtoj në një balans në mes shpirtërorës dhe materiales, kjo është donë këtë komplet nga materiale, është robëru prej materiales. Nuk i bën përshtypje kur gjë. Edhe këta që sot miliarderat në botë, e besa pse jo edhe një pjesë e këtyre sportistëve, artistëve që kanë shumë pare, këta e në ngopë, s'pi banë përshtypje, këti kanë përjetu, ma në fundet drogën të me përjetu, edhe ma në fundet vdekja ka me të pa përjetu. Paradis ishujt, do më thonë, çdo gjë daj me përjetu se s'po i banë përshtypje, nuk e kanë një qëllim, e kanë humbë qëllimin e jetës edhe të ekzistencës e tyre në këtë dunjë. E na, sot hoxhallarët, ose e shohim edhe të priftrenjt, kur dalin në islam, për shembull sot perëndimi është duke u vërshu nga të krishterët që po kalojnë në islam. Nuk është më problemi që ata me det
nuk e kanë atë luksin, apo nuk e kanë komoditetin, apo është duke mungu për material. Jo. Ata në Islam po e gjenë vetveten. Ata po e gjenë kuptimin e jetës, qëllimin e rrugtimit jetës. Dhe tek atëherë se pak është tema dhe e kësaj natyre, shpesh njerëzit nuk e kuptojnë pse kanë dëshirë me punu shumë një jetë, po thamë ata që janë pak më idealista. Po Zoti ka instalu tek njeriu instiktin për përmbushje të vetvetes. Zoti ka instalu. Na nuk e kuptojmë këtë, po është instiktive me përmbush vetveten. Edhe tash një pjesë edhe të kardinal që kalojnë në Islam, ata kalojnë sepse në Islam e gjenë vetveten. Në Islam i japin një reformatim jetës së tyre, ku ky reformatim u mundson që me pas kuptim ardha atyre, ardha njërë në këtë dunja, jetesa në këtë dunja, vdekja, edhe rrugtimi pas vdekjes, që ato që materialistat nuk e kanë. E sot në këtë dunja, sot në këtë kohë, apo të njeriu modern, këta le ta marrin edhe le të japim si mesazhe dhe prindërve sidomos, të mos tentojmë me i rrit brezin e ri, brezin e arshëm, e që është brez edhe i të ardhmës tonë në përgjithësi, të mos tentojmë me rrit me një kulturë pa Zot, po me një kulturë me Zot. Fundja, hajde po bëme pak ma liberal, se cili ben fejnë e vetë. Na që jemi musliman, fëmijët e tonë t'i uzojmë në mekteb ka xhamia. Ata katolikët qofshin fejnë e tyne, ata në të shkojnë ka kisha. Se cili, por njeriu më i dëmshëm në periudhën moderne është ai i cili është një kulturë pa Zot. Gjenis, të ndalim në fund krejt pak edhe ta bëjmë si përmbyllje të emisionit tonë. Çfarë koncepti jep feja islame zgjidhjes këtyre krizave në keqkuptimin e jetës që një pjesë e madhe e shoqërisë pra mund ta kenë? Cilat janë ato pikat që feja islame jep zgjidhje për një jetë të rahatshme, të begatshme, pa probleme të cilat dëshirojmë pra t'i kemi në jetën tonë? Unë përmendëm më herët që njeriu duhet me e njoft natyrën e kësaj dunjaje. Në çka Allah e ka krijuar. Shkoj për shembull si marrim parasysh vetë dy çështje më rëndësi. Mënyra qysh fëmiu del nga jeta e kësaj bote nuk është mënyrë e lehtë. Allah thotë: "Laqad khalaqna al-insana fi kabad." Njeriu ne kemi krijuar në kabad. Vështirësi, apo. Për shembull, çfarë vështirësie? Shkoj pozicionin që ka në barkun e nonës. Ai nuk e ndin se s'ka ndjen e tilla, po pozicioni është i sikletshëm, i strukur, apo vetë pozicioni më kuptoi se dunja është çështë apo. On nuk bosh rahat, nuk mund të më zgjat kom gjithmonë, apo. Pastaj për shembull kur ka pejgamberi sa marrja e detyrës si pejgamber është dash për shembull me ceremoni, apo me azdrit dunjon, me prop në frut për xheneti, me pron të kanë që e ki. Realisht, a ke patë na kur me detyrë është ceremoniale. Apo pejgamberi s'ka pas ceremoni. Ka pas strëngim, iqra lezamtan. Nga se mi ka thënë që natyra e këtij misioni nuk është natyrë të ceremonisë e llaftimit. Shpëlimet vinë më vonë, ki më kënaq xhenet e përjetësisht po. Tash kuptoj se është çështje inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na kanë më dhënë fjalë të rënd, kështu që përveç i punë të kum, ja el mudaththir, ja el muzammil çu. Angazhim. Po, angazhim don. Atë duhet më angazhuar njerëz më kuptoj që tjetër është punë, është angazhim, është seriozitet. Nuk ka lojë, është përgjegjësi. Edhe ki detyra, ki obligime ndaj Zotit fillimisht, pastaj ndaj shoqërisë. Kështu që nuk ka jetë pa probleme. Nuk ka jetë pa smundje. Ne nuk gëzojmë njerëz me i mashtruar, më thonë për shkakun që nëse bosh musliman kur s'ki musmu. Po Allah këso që shto smush, pejgamberi u smu. Apo njerë më ka ndodhur njerë interesant vitin 90 pa ta shkuar në medrese. So ka shumë zakon me shkuar atë në vak medrese apo do. Shkojshin do, më thoshin do pas ke mshël veten apo do. Po do çfarë perspektivë ka pas 90 me kon hoq. Ka pas perspektivë me kon hoq. Edhe kom jetu në banes, ndërtes, pjesën veriore kom banu atër, edhe një ditë u pata këtik me dresës, në vikend, edhe me ta në lift. Lift u prish, diqka me ta në lift, banes, nëse dësër më qel, edhe më bënë të këshi, a ti thajet në lifta,
Këti si është me dhe s'bën me tas left, apo thon. Po më çuçi jashtë, apo thon. Njerë perceptojnë se ti s'bën për shembull aty për shembull do ndodh kjo. Pastaj Allah ka pru pejgamber me lloj-lloj razës në dunja me kalluar si dunja është edhe kështu. Prova të ndryshme. Dunja është edhe ti je fetar, djali s'është fetar. Dunja është edhe ti je fetar, baba s'është fetar. Dunja është i smush tankon dhe shkon pasuria, ju pe Alison për shembull. Gjitha aspekt jetës i ka përësut pejgamber të caktuar. Me ka thënë që jeta është kështu. Nuk ka kjo çështje me friksu dikon. Larga sot, jeta është e këndshme, është e mirë, në adhurim dhe Allahut mënduar. Prandaj nëse don rahati, don mirësi, don më u përmbush, që është edhe efendiu, don në adhurim e ki. Që të garantojmë. Jashtë kësaj ka sprova, ka të lashe. Mirë po, çish ka thënë Allahu te bartola, ç'kemë është ajo që bën këtë dallimin është. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Nëse ju dham juve, aty ju dham. Ata kanë probleme. Ju nga Allahu shpresoni atë që ata nuk shpresojnë. Na dojmë që shpresë të duhur, konkrete, praktike, me mbjellë të gjenotat. Shpresoni në Zotin e mënduar. Oni pritshmërinë nga shpresa, nga vetvetja, nga vani, nga kjo, nga se zhgënjeni nga gjithë. E Allahu nuk zhgënjen. Prandaj lidhur me Zotin te barekutaala, duja Allahun xhalla wala, valla kimi dash krejt. Nëse Allahu na don, kimi dash njerëzit. Patjetër, kimi dash rrethin, kimi dash kafshën, kimi dash gjithçka që të thon. Nga imani është largimi pengesës nga rruga. Apo, prandaj deri këtë nivel shkon besimi jon, të bën pozitiv, të bën produktiv. Ai duhet më mësu gjenota arshme që kriza që i ka shkaktuar njeriu si pasojë e koncepteve, shërohen me koncepte. Zaventësoj me koncepte dura, një jetën që duhet. Bëu produktiv, kuptoj jetën si dhurat nga Allahu dhe përgjithësi. Është afat i shkurtër, shfrytëzoj mundësinë edhe jeto që tek Allahu shpërblehesh. E tek njerëzit pastaj a përmendesh ajo nuk është çështje më vendimtare për vendimet e mia. Është çështje sekondare. U përmenda, mirë, su përmenda, s'është më rëndësi se për ty fare s'kom punu. Ta e që kom punu, ta e kom e gjithë, madje edhe shumë fish. Kjo jep kuptim edhe kontributit, jep kuptim edhe domthon çdo aktivitet në jetë, se Allahu po të sheh, Allahu të shpërblen. Jeta me Allahun është e këndshme. Jeta me Allahun është e mirë, është e lehtë. Jeta pa Allahun është e mjerueshme, është e vështirë. Edhe atë zbrasti që ka njëri në zemër, që duhet më mbush veç me iman, nuk ka që e mbush pas imanit. Qështu Allah e ka caktuar, s'ka mundësi. E kalon një zbrasti në zemër, veç me besim në Allah mushët. E mushë me besim, për mushësh edhe i rahat. Nuk e mushë me besim, tonelata arit me donë, s'për mushët e. Se sërç vend që e mushë as ari, as argjendi, as diamant, as pasuria, as autoriteti. Po e mushë vetëm jeta me Allah të barekutaala. Faleminderit, ishit sonte me neve dhe thash edhe në fillim keni bërë rrugë për Mitrovicës keni ardhur. Ishte kënaqësi sonte t'ju kemi edhe në qytetin e Prizrenit këtë iftar që ka shtruar Hoxha Osman, por kemi sonte edhe me gjitha teleshikues tanë të cilët na përcjellin, jo vetëm brenda Kosovës, edhe jashtë Kosovës kemi teleshikues që na përcjellin. Zoti ju shpërbleft me të mirat e tij. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësia jone. Ishte kënaqësi që të mësoj mësafer me juve. Të rrëm një temë rëndësi, shpresoj që kemi arritur me dhënë një kontribut sadakov modest, e juve Zoti ju paguft për kontributin e vazhdueshëm që e japni për informimin dhe vetëdijsimin e masës me udhëzimet e duhura. Faleminderit. Të nderuar të shikues, sonte kishim kënaqësi të kemi këtë studio Hoxhën Enis Rama dhe së bashku munduam të kuptojmë qëllimin e jetës që duhet ta ketë njeriu në veçantë besimtari në këtë botë, në këto vite sa i ban. Prandaj shumë definicione të mira, shumë zgjidhje të mira na dhanë edhe mysafirët tanë, pra duke u mbështetur gjithmonë në parimet fetare islame të cilat janë zgjidhje për mbar njerëzimin. Duke shpresuar se sërish nesër të takohemi në karavanin tonë të Ramazanit, ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë një syfyr të këndshëm e të begatshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.